nuk është i kujdesshëm, e ka humbur gjithë fenë e tij. Prandaj në ditën e gjykimit ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjëja e parë për të cilën do të merret në llogari robi, do të thënë prej veprave, është namazi. Nëse me të kalon mirë, do të thënë edhe me vepra tjera kalon mirë. Do thotë se vepra tjera i pranohen dhe i merr shpërblimet edhe ka falje për gjunahet tjera që ka mundësi t'i ketë bërë. Kurse nëse kalon keq me namazin, atëherë me veprat tjera dhe më keq. Do të thënë veprat e mira nuk i pranohen, edhe nuk ka falje për të. Dhe treguam se një prej fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që tregojnë rëndësinë e namazit, dhe ato janë të shumta, është që ka thonë kush kujdeset për namazin ka argument, do të thënë ka argument para Allahut se ka qenë musliman, edhe ka dritë dhe ka shpëtim. Kurse ai i cili nuk e fal namazin, thot nuk ka argument, nuk ka dritë dhe nuk ka shpëtim për të në ditën e gjykimit. Dhe ai në atë ditë është me kokat e kufrit, me Faraonin, Hamanin, Karunin edhe Ubej ibn Khalef. Namazi është obligimi i parë në Islam. Do të thënë prej veprave, e para që është bërë obligim është namazi. Pastaj kanë pasuar të tjerat. Pas imanit, do të thënë, gjëja e parë që është bërë obligim është falja e namazit. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se namazi është gjëja e fundit që humb prej fesë. Edhe kur ka treguar për ndodhitë edhe dobësimin e muslimanëve më vonë, do të thënë pjesa e fundit e fesë që u humb është namazi. Dhe këto hadithe do thotë japin të kuptojmë një çështje shumë me rëndësi, që do të thënë pasi thuhet se pika e fundit e fesë që humb te njeriu, do të thënë pasi i kanë humbur, do të thënë shumë çështje prej moralit, prej sjelljeve të mirë, prej sjelljes të mirë me prindrit e kështu me radhë, ose disa obligime të fesë, ose ka shkelur harame e kështu me radhë, do të thënë ka shku duke u dobësu feja. Dhe e fundit që i humb prej fesë është namazi. Dhe nuk është feja e njeriu, feja e muslimanit, nuk është fe e sakt, e drejt, e plot, pa faljen e namazit. Dhe asgjë prej veprave të tij nuk është e mirë, nëse nuk e ka fal namazin. Dhe morali i tij gjithashtu nuk është moral i drejt ose moral i lartë pa namaz. Kur ta kryej namazin sipas asaj që ka urdhëruar Allahu, do të thënë me akide të pastër, me besim të drejtë, dhe duke e bërë ibadetin e sakt, namazin, do të thënë që ta ketë të kushtuar pastër vetëm për Allahun dhe të jetë sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë përmirësohen gjitha çështjet e fesë së tij.